Do të ecim më tepër të tjera zhvillime ku Bashkia e Tiranës me financimet e saj ka mundësuar ndërhyrjen në rikualifikimin urban të gjithë lagjes, e cila shtrihet përgjatë rrugës Fadil Rada dhe nga e cila përfitojnë rreth 8.000 banor. Punimet janë në fazën finale dhe ato janë ndjekur nga afër nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. I gjithë bloku i banimit e ish Agjencia Telegrafike Shqiptare në njësinë administrative nr. 2, po nështrohet një transformimi total. Bashkia e Tiranës me financimet e saj ka mundësuar ndërhyrjen për rikualifikimin urban të gjithë lagjes që shtrihet përgjatë rrugës Fadil Rada dhe nga e cila përfitojnë rreth 8.000 banor. Punimet janë në fazën finale dhe ato janë ndjekur nga afër nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili theksoi se shumica e banorëve të kësaj lagje, kur të kthehen nga pushimet, do të ndeshen me një ndryshim rrënjësor të gjithë këtij bloku. Nëse ne vazhdojmë bëjmë investime, nëse vazhdojmë vëmë asfalt, vazhdojmë vëmë ndriçim, bëjmë parqe për të moshuarit, bëjmë kënde lodrash për fëmijët dhe gjithë infrastruktura moderne, rezultati duket menjëherë tek vlera e pronës që rritet. Pra dikush thjesht sepse ka pasur një bashki në krye të punëve, ka sot një pronë që i vlen shumë më shumë se që i vlente një vit më përpara. Po që kjo të mbetet e tillë, duhet i ruajmë investimin.